Rina, asaj përket bashkëpunimeve me artistë tjerë, a ki qef me pas në i bashkëpunim? Po, në kom thonë në disa intervista që jam e hapun, po normal. Ta shkret edhe po më varet çka po ofrojnë, se janë shumë, ndoshta shumë lloje të muzikave që neve nuk na përshtaten. Sidomos në këtë rast Roberti mundet më kuptu mas miri se kur kam që se oferta për bashkëpunime, seriozisht, s'po di, nuk ka më këngë që po të flanë shpirti që shduhet. A vëden, po duhet, jena po pak si te për kërkus në shta dhe na si këngëtar, si vokalista, po unë jam e hapon, çka më pëlqen, pse jo. Po dhe se shumë zhanre dhe zakonisht thirin këta hip-hop R&B artistat e dojnë bashkëpunim me njërë folkut populorës, po du të mja qëllu shumë producenti, kompozitori për me të flejqa, jo? Edhe ma në të vjen puna me refuzu. E nuk o puna që për refuzon të që s'po do minimua në sen, po thjesht nuk flen. Nuk flen. Me morë kësi hopa gjumit nuk po bëjke. Së ka flejt konga. Tjetër sankcion... Unë e du me vetëri në që shka kalu në Tajlandë, se kom rjetës sociale dhe më ka tranua. Po, ka pëlqy shumë? Po, të ka postu po të shumë njëra. Në si më këthy, kom thonë, krita ta njerës që a i një kështo, kom ju thonë urgent nëse. Me shkua? Po, se diçka bile dhe me Blinën e diskutu ma hera që gjithmonë kur dikush shkon një agent, unë kur kom shku në herën e parë në Amerikë, kom thonë, kritë kam kanë taku njerë që kanë ditë që po shkoj, kanë thonë shumë shtrajt, gjithë shka shtrajt, kur shkuva së më dogëve shtrajt, do me thonë, më ishe me hongër edhe ma i Nashta me dogë. Në podcast për 2018 që më ishe ti me konë me hongër edhe ma normal, a vëdin, po jo që ashtë që shtojnë krejtë shtrajt. Që bojnë, ka vene shtrajt asin Prishtinë, vëllojnë edhe këtu më nëshme shku. Ka shazodhen po. Edhe lirë. Edhe për punën e Tajlandës, unë në deri sot balë kom shetit, mo shumë vende kom vizitu. Si në Tajlandë që u konë lirë, kërkon botë s'kom kalu ma lirë. Po, a? Shtu kur dilë në qytet, a? Shumë taksit lirë, gjithë shka bre, gjithë shka, pijet, ushimet, po më nëjë shumë... Esh deti që s'kan ata bre në unë njësi, që të kishë bas deti. Po, që, para me nëtë, që të kishë bas. Ja, dhoni këmë po, thotët, te për mirë, unë e s'jëm konë Tajlandë. Udhtimi pak i gjatë, po shumë, a pëtën jo, Ja, vlen. jena mësu njëjtë si në Amerikë, që ashtu, 9 orë ishin diferencat. Qashtu. Diqka tjetër Santion? Kemi të që. Qa pëtën tjetër me Diqka tjetër apo të me ditë? Ta bëjde një pytje. Nëse ish dasht me zjedh mes Rita Orës edhe Dua Lipa, s'ka ne kështë zjedh. Pytja këtojnë më do këtë ato me spec, po. S'po di, ato të dyat janë super artiste, e kanë tregu vetën tregun e muzikës, nuk ka fjallë që na po vazhdojmë me u krenu me ato dy vajzda. Beson që te përfështirë me zgjedho Robert, ku paramendojnë njona zë shkone, njona vjëndim. Edi. A kishë bo të dyat vrese? Rita është ma herët edhe i ka bo do vjetë edhe gati është të tërhek të shpjasa i pune edhe e kena doshtë në qatë kohë. Ta është duhës pja japim një qëtyme, ma ne ma më feroti këta vinë ma së.